Kryebashkiaku i Kuçovës Kreshnik Hajdari zhvilloi një takim informues me fermerët e njësisë administrative Perondi. Në këtë takim ai ishte i shoqëruar nga drejtues të njësisë administrative dhe përfaqësues të institucioneve të Bashkisë Kuçovë. Qëllimi i këtij takimi ishte informimi i fermerëve mbi ligjin numër 86 fraksion 2025, i cili parashikon faljen e një pjese të detyrimeve tatimore dhe taksave vendore për qytetarët dhe fermerët. Gjatë bashkëbisedimit me të pranishmit u sqaruan procedurat dhe mundësitë që ky ligj ofron për të përfituar nga këto lehtësi fiskale. Sipas këtij ligji, detyrimet tatimore kategorizohen sipas periudhës kohore dhe trajtohen në mënyra të ndryshme. Për detyrimet deri më 31 dhjetor 2014, të gjitha detyrimet tatimore dhe taksat vendore falen plotësisht. Për detyrimet e periudhës 2015-2019, fshihen 50% e detyrimit nëse pjesa tjetër paguhet deri më 30 qershor 2026, ndërsa 25% e detyrimit fshihet nëse pagesa kryhet deri më 31 dhjetor 2026. Në të dy rastet, fshihen dhe gjobat dhe kamatvonesat, ndërsa për detyrimet e periudhës 2020-2024, ligji parashikon fshirjen e gjobave dhe kamatvonesave nëse paguhet detyrimi bazë deri më 31 dhjetor 2026. Bashkia Kuçovë bëri të ditur se do të vijojë takimet informuese dhe mbështetjen për qytetarët dhe fermerët në mënyrë që ata të përfitojnë nga lehtësitë që ofron kjo nisëm ligjore.